Përshëndetje, jeni mua të ekstralizoj një vaselinë të mbuluar me gura. Okej, më kishte marrë pak madhe ta them këtë frazën, se kam ca kohë që nuk po bëj video në TikTok, por nuk kam pasur shumë kohë. Dhe le ta pranojmë që duke qenë se doli shumë lajme që TikToku do mbyllet, unë mendova që vërtet do mbyllet, edhe nuk është se u investova shumë te kjo pjesa, por që kam bërë shumë gabim dhe jo ku jam prap duke bërë këtë vaselinën me gura, që unë fakt e pash nga faqja e vet vaselinës, kur i dërgonte këtë PR package influencerave, kjo dërgonte produktet me gura në mënyrë që të ishin më estetike kur ato të promovonin. Unë thash, okej, pse jo të mos e bëj dhe unë këtë, se më duk shumë interesante, por më tepër që pash edhe njerëz të tjerë në TikTok që nuk ishin influencer, që kishin bërë këtë për çefin e tyre, dhe thash, okej, me që ata kanë bërë për çefin e tyre, dhe unë duhet ta bëj për çefin tim. Kjo video është realizuar që në shkurt, por unë nuk pata shumë kohë ta editoj. Dhe ja ku jemi. Gjithashtu doja t'ju thoja që kam hapur një kanal YouTube dhe nëse keni qef të më bëni një subscribe, do më bëj edhe mua shumë qefi, sepse dua ta rris kanalin dhe do ndihmonte shumë. Gjithashtu, më vjen keq që t'i them, por nëse po prisni rezultatin e plot, nuk do ta shikoni në këtë video, por në videon tjetër që do ta postoj nesër. Gjithsesi, për të krijuar një ide, ky është rezultati që u arrit deri në këtë moment dhe uroj të ketë pëlqyer.